Projekti i kanalizimit Zajaz-Drugov është rikthyer sërish në qendër të përplasjeve politike. Zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës, Driton Sulejmani, akuzoi BDI-n për heshtjen lidhur me mosrealizimin e projektit me mbi 9 milion euro të financuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha se ndonëse fondet janë ndarë dhe afatet kanë përfunduar, banorët vazhdojnë të jenë pa kanalizim, ndërsa akuzon ish-drejtuesit për mungesë përgjegjësie. Ai thotë se heshtja e tyre vetëm se i forcon dyshimet se edhe me fondet europiane i kanë futur duart madje deri në bërryla. Heshtja e tyre vetëm sa i forcon dyshimet se edhe në fondet evropiane i kanë futur duart madje deri në bërryla. Para opinionit flasim për integrime dhe standarde evropiane, po kur duhet të shpjegojnë se çfarë ka ndodhur me më shumë se 9 milion euro të taksapaguesve evropian, zgjedhin ta mbajnë gojën të mbyllur. Të nderuar, kjo është mënyra se si BDI-ja ka qeverisur për më shumë se 2 dekada. Evropën e ka mbajtur në majë të gjuhës, por kur vinte puna te fondet evropiane i harronin edhe vlerat edhe standardet. Pjesa më e turpshme e këtij skandali, ai thotë se është fakti se bëhet fjalë për Zajazin dhe vendlindjen e Ali Ahmetit, ku vlerëson se nëse kështu janë kujdesur për Zajazin, mund të merret me mend se si janë kujdesur për vendbanimet tjera të banuara me shqiptar. Sulejmani thotë se 9 milion euro nuk janë pak para që të mund mos dihet se ku kanë përfunduar, sepse ato janë para të taksapaguesve europian të destinuara për kanalizim dhe kushte elementare për banorët.